Mirdita. Shqipëria, ëndra europiane e saj, procesi më thelbësor për të ardhmen e vendit, vazhdon të mbahen peg nga Edi Rama dhe Lubi Balluku. Përpjekjet për ta arkivuar dosjen Balluku, de facto dosjen Rama, janë përpjekjet më kriminale. Përpjekjet të cilat shkelmojnë interesat personale, shoqërore dhe kombëtare të çdo shqiptari. Edhe një herë, është goditja më e rëndë që i bëhet interesave të shqiptarëve në dy aspekte. Spari, lufta kundër korrupsionit merr fund. Merr fund. Pa dënimin, pa heqjen e imunitetit të Lubi Ballukut, nuk ka dhe nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit. Pa thirrjen e Edi Ramës për të gjitha ato që mban dosja Balluku, nuk ka, që është faktikisht dosja Rama, nuk ka dhe nuk mund të ketë luftë kundër korrupsionit. Pa ndëshkimin e korrupsionit dhe përgjegjësinë e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë hap drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria, dhe një herë, raporti i Bar është shtyr 3 herë gjatë muajit mars. Po rritet gjithnjë, po bëhet gjithnjë më i madh numri i vendeve që kundërshtojnë në mënyrë të prerë të votojnë i Barin. I Bari është raporti i vlerësimit standardeve dhe luftës kundër korrupsionit. I Bar, votimi i këtij raporti është kusht që kapitujt të tjerë të mund të mbyllen. Dhe kjo është e ndërmjem, ky votim është i ndërmjem. Nuk është përfundimtari për dy kapitull, kapitull 23 dhe 24, kapitullin për shtetin ligjor dhe luftën kundër korrupsionit, të drejtat e njeriut. Sepse themeli i procesit janë këto dy, mund të them se ka ngjall për çmim të madh. Nisma Rama, Vučić Rama në Europë është kuptuar si një përpjekje e dy pengmarrësve të vendeve të tyre që s'kan interesa tjera përveç interesat e pushtetit të tyre. Edhe vendet të cilat ka një skepticizëm të qartë në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, dëshmojnë mos pajtim të plot me këtenizm të nërmarrë nga dy diktatorë autoritarë,
nga dy individ të lidhur kë me kokë me krimin, me bandat dhe trafiqet. Pra, nisma Vučić Rama po përfundon aty ku e ka vendi. Ka ngjallë për çmim dhe ka dëshmuar se këta dy zyrtarë nuk kanë interesa tjera përveç interesave të tyre kriminale dhe të xhepit. Por, po kaq është dosja e Akshit. 2 javë më parë, Ergys Agasin e kanë rrafur shumë keq. E kanë shtruar në dru. Po, sipas qytetarit digital është dërguar në një spital privat. Por duhet dini që Ergys Agasi mbrohet nga shteti. Nuk ekziston mandat ndërkombëtar arresti për Ergys Agasi. Nuk ekziston. Kurse mandati në Shqipëri është i pavlerë sepse atë policia nuk e arreston. Ai ka hequr ministra. Por këto janë zhvillimet për këtë prestonome të Edi Rams, sepse në fakt Ergysi është vetë Rama. Të kuptohemi. Faleminderit. Në parlament, Taulant Balla deklaroi se lidhur me qëndrimin për raportin e IBAR, jo të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë qenë ndonjëherë dakord për hapjen e negociatave apo integrimin, duke gjetur këtë si arsye dhe jo çështjen Balluku dhe se çfarë ka ndodhur në parlament për një ngecje të mundshëm të procesit të negociatave. Cila është e vërteta e një bllokimi të mundshëm procesit të integrimit? E vërteta është ajo që Bashkimi Evropian e bëri publike nëpërmjet një radioje publike siç është Radio Europa e Lirë. Në atë radio u njoftuar nga zëdhënës të Bashkimit Evropian, spari se Mali i Zi, për Malin e Zi, IBAR-i është votuar me unanimitet. Dhe jo si të mashtron zëdhënës i jashtëm i Rams, këtu, që jemi ne para, s'është vërtet. IBAR-i për Malin e Zi është votuar me unanimitet. Së dyti, për Shqipërinë absolutisht nuk është votuar. Nuk është votuar dhe si pas ati njoftimi, janë jo një, po disa vende të cilat nuk kanë pranuar të votojnë IBAR-in, i cili miratohet me unanimitet. Pra, qoftë dhe një vend i vetëm mund ta blokojë, por në rastin e Shqipërisë janë disa vende